Shikojeni këto pamje. Janë pamje të një prej koridoreve kryesore në spitalin e traumës. Siç mund ta shikoni, është një mi, është një brejtës, dhe një brejtës në një spital ku janë të shtruar, të plagosur, të persona të operuar, persona me imunitet të dobët, ngre pikpyetje serioze mbi kushtet e higjienës. Nuk tolerohet prania e brejtësve në qendrat spitalore, sidomos në spitalin e traumës. Pacientët duhet të marrin shërbim në një spital të sigurt dhe me standarde të larta higjieno-sanitare. Drejtoria e spitalit të traumës do duhet të shpjegoj për publikun se kur është kryer deratizimi i fundit në atë qendër spitalore, si është e mundur që në një nga korridoret kryesore të spitalit të shëtisin aq kollaj mit, vetëm qoftë se pastaj ndoshta kanë familjarët e tyre mit në sallat e operacionit apo kanë ardhur aty për të parë të shtruarit mit të tjerë, këtë nuk di ta them, por për te ironisime do duhet të jetë një situatë e cila duhet ngrej një alarm mbi kushtet higjieno-sanitare të traumës, mbi rrezikun që shkaktojnë brejtësit në një nga qendrat spitalore ku pacientët kanë imunitet të dobët, kanë plag, janë operuar e të tjerë. Nuk më duket normale për Shqipërinë e vitit 2026 dhe për standardin e lartë ku Shqipëria pretendon se ka mjekësinë tashmë konkurrente për të marrë pasaportën europiane.